Mirëmëngjesi dashur televizionistë të Klanit, dëgjues të radios Klanit 92.9 FM. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes, i cili ka gdhir cop, domethënë, dielli leqi nuk ka dalë, po duket sikur s'ka mund të dalë fare. Është errët gjithandej sepse ka patur goxha strëngata shiu me rrufera kush i ka dëgjuar deri tani, dhe e tillë parashikohet të jetë thuajse e tërë dita e sotme. Të dashur miq, që ne sot jemi e martë. Po, e marrë data është 6 janar 2026, e eksakte ora 7 pa pak sekonda, dhe si çdo mëngjes tjetër mos harroni dhe nxitoni dashur miq një orën parë, por të prenotuar numrin tuaj në 069 40 41 003. Por çfarë do flasim në këtë mëngjes që është kaq i vrentur dhe kaq domethënë as pak optimist. Shumë vjet. Megjithatë, ka një mënyrë për ta ndryshuar këtë. Pritem temën një. Tema për sot është pikërisht kjo. Në kohët që jetojmë, nuk është çudi që një influencer të fitoj para më shumë se një inxhinier. Është kjo një degradim i vlerave apo evolucion i tregut? Pra, nuk është çudi në kohët që ne jetojmë tani që një influencer, nga ato që merren me rrjetet sociale, të fitoj para më shumë se një inxhinier. Jo gjithmonë, po s'është çudi. Kjo është i degradim i vlerave apo është evolucioni i tregut? Çu ka ardhur koha? Mendimin tuaj presim në 069 40 41 003. Dhe si mund ta ktheni në ëmbëlsi të dashur miq pikërisht këtë mëngjes, pikërisht këtë ditë që ka gdhir në këtë mënyrë dhe e tillë parashikohet jetë. Madje as temperaturat do lëvizin nga dje. Thuajse një lloj. Thjesht me këtë muzikë dhe me një pamje të një bote tjetër. Të një bote ku ka lumenj, ka jeshillëqe, ka varka, ka njerëz të lumtur. Ja shikojeni. A do doni dhe ju ishit pikërisht në këtë ambient? Shifeni me vëmendje dhe me kujdes. Me telefonatën mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Leda nga Shqipëria. A Mileta, sa s'ke që Mirë ato. Mirë ando shiu mall ando, fortuna mall, tubullina mall, zoti na ruaj. Po do na ruaj me zemrën e pa, normal që do na ruaj, po. Sigurisht shere paqë po bie shi. E di, po është një fjalë shumë figurative, zoti na ruaj, fjalë që e përdorim gjithmonë. Tani Aldo sa për temën, nuk ka rëndësi si të është inxhinier ky ose ky influencer. Mjafto është, domethënë, me një fjalë nuk është më si thot tregu, ka vëlu tregu, nuk ka rëndësi. Ti fiton parë. Nuk ka rëndësi tash ka hik ato vlerat inxhinier apo ky apo ai. Mjafto të nxjerrësh lekun në çdo lloj mënyre, nuk ka rëndësi me rrjetet sociale, me këtë, me atë, mjafto se çu ka koha, nuk e ç'më më bë. Ka hik ajo vlera jo. Pra ti thua që nuk është degradim, është thjesht ka kohë. Jo, çfarë degradimi s'ka lidhje. Ishte kur ishte me emër inxhinier ose ky se ai. Kush po prit sot ka ardhur koha, edhe kështu të vazhdoj, vetëm me jetu, me nxjerr lekun në çdo lloj mënyre. E kuptoj. Kjo është, çfarë ta thosh, skema, nuk ka më kështu e ky ashtu, mjafton të nxjerrë lekun. Edhe kjo është e gjitha, nuk është degradim i vlerave, po jo, nuk është. E kuptova. Jo, është evolucion tregu. Evolucion tregu. Mirë me temën. Po. Në rregull. Falenderoj shumë dashur për telefonatën. Ndëroj gjithë të mirat. Telefonata e mëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Aldo. Mirëmëngjes, kush jeni nga Prishtinë? Ana nga Tirana, ja. Edhe një herë fal emrin? Ana, si je ti? Po, mirë, si kaluat juve? Me shëndet si ke qenë? Po, në përgjithësi, mirë të themi. Shqyqyro zot. Faleminderit, dhe juve t'jeni mirë. Sa për temën, Aldo? Për mendimin tim, është degradim totale e figurës së një inxhinieri. Ti thua është degradim? Pse e them këtë? Sepse e para njërë që jam vetë inxhiniere dhe kam mbaruar mbas viteve 90. Dhe ndërkohë që neve kemi bërë një shkollë që unë mund të them relativisht shumë të fortë, dhe shkollë me djers. Normal. Me djers, vërtet me djers. Dhe ndërkohë që neve që në ato vite na u quajt një shkollë të cilën e bëm kot. Nuk na e vlerësoi njëri dhe vazhduam kështu duke punuar në punë të tjera që nuk ishin në punë të tjera, po jo ato punë që kishim mbaruar shkollën. E kuptoj. Ndërsa në këto vite tani, ata që vazhdojnë inxhinierin janë
dhe me nota 5-6, Po kush po pyet? që ka që të mbushet Nëse, domethënë e qartë. Madje kanë diqë mësuesit cilën shumë mirë, tani se kanë frikë mos i ikin degët. Fiks. Ajo, e diun ata. Tani pyetja është, një influencer paguhet më shumë se një inxhinier. Është normale kjo? Absolutisht që nuk është normale. Paguhet, do të nxjerr më shumë para. Nuk është normale. Shumë më tepër para, nuk është normale sepse vlera e një inxhinieri, nuk e dia e kanë kuptuar se kanë kaluar kaq vite dhe duhet ta kuptojnë. Që vlera e një inxhinieri të zotëve, është e pa diskutueshme, ndërkohë që mund të patjetër që vlerësohet më tepër ai se e tillë, nuk e di, e tillë shoqëria që antivlerat vlerësohen për vlera. Pra ti thua që është degradim i vlerave, me pak fjalë. Absolutisht po, absolutisht. Me qartë. Domethënë është e njëjta gjë si më thon, pse paguhet sot më shumë Felabian Justin Bieber se sa Adriano Celentano. Ta zëm, a? Apo ja? Nuk do e bëja këtë krahasim, se unë do e bëja, unë e shoh më tepër në aspektin profesional të pjesës profesionit, se inxhinieria do u futur në një profesion të vështirë dhe që duhet. E kuptova. Edhe unë thash kot meqense ka ditëlindjen sot Adriano Celentano, 88 vjeç. Të bëhet dhe 100. Një këngëtar mjaft. Lore. Po 100 se më shumë nuk shkon dot njeriu. Atë mos e thuaj. Mirë zemër. Falenderoj shumë dashur për telefonatën. Të uroj gjithë të mirat, shëndet e mbarësi. Okej, me qenë sera fjala. Shumë. Me telefonatën mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, alo, si jeni? Si kaloni? Si jeni, vë mirë? Më vremeziu kapa një herë për dhe Sot vllai. Jam një qytetar nga Tepelena. Po, shumë mirë. Dua të jap një mendim gëzuare për shumë vjet vitin e ri. Okej, mbaroja vitin e ri, provsh. Mbaroja. Kaloja. Po. Dua që shteti të jetë shtet. I ke rënë gabim. Ke plot televizione ku mund të takosh për shtetin. Tu kemi probleme sociale. Telefonata mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Rahimi prej Kupsit. Rahimame? Njëme, si ditë me shi. Ditë me shi, normale. Hamënaj. Atëherë, sa i përket temës se në radion më vones, mos ishte në lidhje me kush paguhet më shumë një influencer apo një inxhinier, diçka e tillë. Jo, që paguhet më shumë një influencer ajo diskutohet, po pyetja është kjo një degradim i vlerave apo është evolucioni i tregut? Po në shumë tema që kena fol bashkë, Aldo, unë kam thonë për këtë punë me vlerave, që këtu jetojmë në një vend që më shumë vlerëson antivlerat se sa vlerat. Po pse mendon? Po nuk e di, ndoshta është edhe politika që ndiqen gjatë në kalimin e kohës. Po çfarë ka politika me influencerin? Po, e kam thonë pra sepse këta influencer dhe këta artistë që transmetojnë antivlera, këta i trumpetojnë më shumë se sa inxhinier dhe mësuesi që kanë vlera. Po s'ka lidhje politika me këtë mëlla? Në një film të bishko, në një film të famshëm të Apokalipsit 2012, kur po hypnin për të shpëtuar jetën të gjithë njerëzit e ata në jetën e shpëtimit, presidenti amerikan ndron biletën e vet ajo që preferonte që të qëndrojnë tokë, që të mbas jetën dhe i thotë inxhinierit, hyp ti në vendin tim sepse në botën që do vi do të këto filmat amerikane si komisari dritës apo pas. Po thotë i thotë botën që do vi do i duhen inxhinieri, thotë, jo president. Dhe tash kjo është një nga ato gangrenat që kemi ne si popull. Po pse domosdoshmë ta gjesh te politika? Po se i trompetojnë më altë, i trompetojnë të antivlerë. Edhe artista që transmetojnë. Një sekund, po të shumë politika të transmetimi. Sepse një popull që u shehet me antivlerë është me i menaxhueshëm o Aldo. Po sepse atë për ty për zotëri, ti e koshient që një stadium më shumë e mbush një, le të themi, këngëtar të llavaje, se sa tjetë koncerti i Vienës. Apo jo, apo nuk është shumë. Po pra sepse ndër vite e ka ushqyer, e ka injektuar popullin ai që do më shumë antivlerat se sa vlerat. Përkundrazi, ndoshta kemi dalë në gen. Se deri dje na jepshin vlerat me zor. Vlerat domethënë, okay, edhe partijake sigurisht, po vlera na jepshin me zor, derisa na mësuan me vlera. Tani dolën gen. Jo, më janë gen, se po ta lidhësh me genin jemi. Deri dje ti ngjosh ka qoçakon, avlim ulën. Sot, jo të lava, po tani, mirë keq, vëlla mos vi keq.
Po si mos di. Në Gen kemi dalë. Do dalim Gen pra. Po pra po jo. Gen. Po të dalim Gen, jemi pasazh të Skënderbeut, tash. Si të dalim Gen. Po ne jemi edhe të Nënterezës për atë punë. Jemi edhe të Fishtës, jemi edhe të Konicës, jemi edhe të Fanolit. Ama mos harro që jemi edhe të Haxhi Xhamilit. Mos harro këtë. Po jo më të Haxhi Xhamili s'është Gen, Haxhi Xhamili ishte. Po tani e ndron ti? Do. Jo, të ndroj unë. Ma shpjego mu ti. Pra, domethënë, stadiumi më tepër mbushet me Tallavas se sa me koncertet e Vienës. Apo nuk është kështu? Po. Ha, pra. Po pra, ashtu është, po, më përpara pëse nuk u muste. Më përpara pëse të shikon të Fishta dhe Konica dhe... E kupton që po thumë dha, më them një krasim që pëtu përpara pëse su mushte. Po, mos i kemi dalë Gen, do të them, se po dalim Gen, nuk i bi shu, që ta mbushim më shumë e Tallavas. Ideja është që vitet e fundit populli është më shumë me antivlera se sa me vlera. Qartë. Dhe shet më shumë antivlera dhe sa i përket medjave. E kuptoj. Dhe shet më shumë. E kuptova. Në rregull, ti je rregull me logjikën. Manipulohet më kollaj. Një popull që shet me antivlera manipulohet më kollaj. Okej. Në rregull, falenderoj për telefonatën. Telefonata e mëngjesi. Mëngjesi Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Unë jam Edmond Vëlesi, që nga Zhbulli Doshit. Mondesi jeti. Mirë, vetëm ngri pak zërin Mondesi me si dëgjosh, po. Po. Është kohë shumë e keqe. E di, po nuk është era parë, besoj apo jo? Ja, jemi më shumë në këtë regjim. Urdhra. Dëgjoj tani. Do dëgjoj. Pashët punën e komende që një inxhinier është më i ulët se sa një... Në pag. Po, në pag. Dëgjoj. Me kohën që ka ardhur, kemi vu kapitalin si për moralin. Pra, do me thënë, është evolucioni tregut apo është degradimi i vlerave? Si thua ti? Është degradimi i vlerave. Degradimi i vlerave, e qartë. Po, është normale. E qartë. Sot më këtë kohë si gardë. E qartë, sot për flasë. Dikur, unë kam qenë në shkollë, kam pasi shkollë profesionale degashtim në Bulqis, kam pasë në Bulqis, dikur. Po. Edhe në marksizëm e kemi pasë mësu që kapitalizmi është faza më e egër e njerëzimit, që arrin të hajë robi. Po. Edhe kjo është ide së shë. Po, sepse do të ishte një deputet sot në shkallët më të larta, vjes gjithë ditën, ajo është më ndërru se sa një inxhinier, që ndërton një pallat me 70-80 hyrje, edhe janë sigur nga 3 metri. Dakor, e ke zgjedh vetë më burr, ta ka thënë vumëzor. Na e ke ka edhe po mos e zgjedh unë jam një person e zgjedhin 10 tjerë. Po një ti një, unë 10 tjerë bëhet shumica. Tani. E kuptoj. Mos e çojmë tek politika më burr tani si jo në zona si ushqoj, do të ushqejmë me ta gjithë, çdo. Edhe një tregtar, edhe një tregtar. Edhe një tregtar që s'ka 2 gas shkollë. E qartë. Po pranesam, kapitalizmi është më në evolucion se sa një njeri me vlera, një inxhinier, një arkitekt. E kuptova, ma the 2 herë ma ka thënë. Në rregull vlla. Po, ecim. Mirëmëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Përshëndetje Kasaranda, hajde për shumë vjet. Do vi për shumë vjet, po. Ana Kasaranda jam. Ana si jeti si u ka? Sa për temën se jam para televizorit. Zhvlerësim total i dijes, i shkollës, i vlerave, çdo gjë. E kuptoj. Po ku është në njerëz të ulët, njerëz pa vlera, pa. Se thua kështu pse nga një skelet? Po e thon se shikoj. Çfarë shikoj? E din edhe një fëmijë që është në barkë të nënës, jo që jam 70 vjeç avata. A di fëmijës në barkë të nënës varet çfarë thua, normal. Është zhvlerësim total, s'ka. Tot leku është në dota atyre që nuk din sa bin një. Po tani varet, se ka dhe nga ata që kanë lekë, do mund që punojnë. Jo. Ja të thot motra jote ti ose nëna jote, që është 0 zhvlerësim. Jeri jetojmë në një ditë, thot. Pa, ç'kemi mbjell po korrim? Jo, nuk kemi mbjell, populli s'ka mbjell gjë. Populli se pjetë. Po kush e mbjell ufot? Hajde, jo, ufot nuk e ka mbjell, po. Populli nuk e pjetë një, po hajde se jetojmë në pranverë tani, pa thasë një fjallë dhe miru pafshin. Hajde, Gjan, gjithë të mira. Telefonata e mëngjesi. Alo, mëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Barda, nga Tirana. Barda si e? Mirë, si e ti? Ja, shive shkruaj. Hajde, Barda. Mashallah. Mashallah. Ma për temën, Aldo, për temën. Po, ordra. Për temën. Po, pra, ha.
Po për mua është antivlerë, më, Aldo, qa diskutohet e më, besë s'mund të jetë... Është antivlerë? Kështu ka ardhë po? Antivlerë dhe më, s'mund të jetë njësoj një njeri që ka boj i kuntal shkollë, me njeri amator, që o kopë, që hy, futa lek, në drep aty, gjenë i nik. Ja, shkoda, influencë një punë e bënë të një, se mu da dhe njeri si pagujnë kotë. Po mi më mirë e boj punë, po së njësoj që një që ka studiu, më, Aldo. A i ka studiu, o specializu, ka shkuja shteti. Po në këtë po themi, që si janë njësoj, këtë po themi. Po si janë për njësoj, normal që si janë njësoj. është për shumë si një artist personist, si gjy një njeri ke dhe një, edhe të krasot me ty që ke 20 vjetë në atë profesion që ke. Njësoj është? Po dhe... Së është njësoj? O zemra, mund të jetë më mirë, pëse abitesh ti? Pse që ka më mirë, po ka vite vjetë aty, më, Aldo. Nuk është njësoj një 20, që ka punu 20 vjetë televizion me një që mund të vizë, oj, qik me i bukur e më i rije. Po pse jo, pse mund të jetë që me të punë? Po nuk ka shonë të tjetë një artist personist si një amator, më, Aldo. Se krasove me Adriano Celentano me atë të Lalan, atë Amerikon në vogël, atë që ka buzë dhe me qumësh. Jo, me qumësh si ka për atë punë, po nese? Po me se ka me qumësh, që ka me Coca-Cola. Zemra, po se cili ka vend në vetë mirë? Po ka vend në vetë, njeri se më honë venin, po mund të ketë vlerat artistike si një që është i pa rritëshëm, nuk bën një banona. Një banona, edhe ty një banona, një Aldo, edhe më me ime i bardho. Në regull, mirë, në regull. A, e shpiti bardho, a, tu e shnezëm. Shëndet paç, e shna gjeti, sigur, ush të sulme. 069 2021 003, ora është 7:27 për shkona bashkë, zidoni miq për prenotuar, 069 2021 003. Me telefonatën, mirë mëngjesi. Po, mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Zana nga Anglia. Oh, good morning, Zana, si je ti? Good morning, mirë, faleminderit, si je? Faleminderit, rodore dashur. Po, sa kam hapë televizorin e kopi kafë në mëngjesit. Edhe të pash mesazhet, për temën nuk jam shumë e sigurt. Ma thush pak? Ta themu me zemrën patjetër. Në kohë që ne jetojmë, nuk është çudi që një influencer të fitojë para më shumë se një inxhinier. Është kjo një degradim i vlerave apo është evolucioni i tregut? Mendoj që është pak e komplikime, sepse ignoranca ka avancuar më shumë se kultura për momentin. Ignoranca ka avancuar më shumë se kultura? Po pse i quhen ignoranci? Po, që pak a shumë nuk mundet të kanë një shkallë më njerë i pashkolluar se një i shkolluar. A të unë se thuaj? Unë po flasë gjithmonë nga pjesa personalitetit, kulturës. Kultura, okej, mirë, është një gjë, shkolla si gjë tjetër. Të di, është e shoh në kanë bështë gabum, por unë mendoj që ignoranca ka avancuar më shumë sepse A kuptoj. Kultura për momentin. Mirë, mi zemër në rregull. Okej. Falenderoj shumë i dashur për telefonatën dhe të uroj gjithë të mirat. Shëndet e mbarsi. Okej, çfarë feje ishte, ha? Mirë. Shumë pak momente dashur miq publicitet për të rikthyer prapë në studio, nuk vonohemi. Vijoni miq. 069 2041 003. Mirë, mrekulli. Me telefonatën e mëngjesi. Mirë mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Bashkimi nga Tirana. A më baç? Aldo Sigalove. Mirë jam këtë kohë kështu cop bur. Ja më nat no i futu mrena me vjen aty në Rahat. Jo më mirë Rahat jemi. Një muzikë të mirë, një muzikë të e do robe. Edhe am një qetë mirë. Edhe am një qetë mirë pa bur. Po do ketë gjatë ditës prapë. Po. A më shok. Unë them është evolucioni i tregut. Është evolucioni i tregut, po. Treg normal. Po, është normale, tash nuk është se pa i cënuar të gjitha profesionet e tjera që kanë rëndësinë e duar. Po normal. Që janë përderisa janë dhe janë të respektuar tash. Po ky është më i Zoti Aldo, ky fiton më shumë, ai që fiton më shumë është më i Zoti. Po pra ti thua që nuk është fani influencerit? Po jo më vëlla, kjo është koha, kjo kohë ka ardhur, ai ka kapur gjen momentin, gjen rrugën, gjen çastin dhe fiton para. E qartë. Unë kam shumë respekt për inxhinierët, për diskutimër se edhe në poshtë.
Po pikërisht pra, po ai është më i zotit, nuk ke sa ti bësh ato. Ai mund të jetë për shembull bi fjala me një 9 vjeçare, po ka për momentin po si kam. Kjo kohë ka ardhur. Po kot meqense ka fjala, meqense ka ditën sot Celentano. Çka ka marrë Celentano? Dëgjoj ti? Celentano nuk e ka bindën, po s'e di, nuk e di çka ka mbaruar. E kuptoj. Celentano është i madh Aldo. Ai është i paarritshëm. Qartë. Mirë, më Flori. Ky është mendimi im. Okej, të falenderoj shumë i dashur për telefonatën. Shëndet. Shëndet e mbarësi. Okej. Me telefonatën e mëngjesi. Nadia mirë, kush jeni nga Prishtinë? Arben Shkodër për Itali. Beno çfarë bëhet më? Mirë, faleminderit. Ju si e kalut? Mirë, bukuri. Gëzuar e për shumë vjet. Gjithashtu, urdhëroj dashur ben. Atëherë, për mendimin tem, është tregu që dikton, si me thonë, mënyra të reja, bizneset të reja, si me thonë. Edhe, po thojmë, edhe makina lviz Aldo Morning Show, tregon një risi, diçka të re. Po mirë, pra, është gjetje edhe gjetjet, si me thonë, paguhen, kanë vlera, njerëzit janë më të interesuar për gjanat e reja, kështu. Ndoshta, po. Për mendimin tem, tregu është ai që tregon. Bravo i qof, kush është i Zoti, me ju për shtat. Pra ti thua që s'ka asnjë gjë të keqe, është krejt normal. Nuk mund të rrim si të veshëja. Që ku gjetë krahasimin në bori malli. Ja, më fal, po dashje, po do më vonë me kuptu që paguhet prej taksa paguesve shqiptar edhe nuk evolon, nuk ecë përpara. Domethënë, ata duhet me kanë më të mirë sot, se është televizioni më i vjetër, po të rrinë atje ku do më marr. I qartë. Mirë vlla, falenderoj shumë. Roshi dashur, gjithë të mira. Telefonata e mëngjesi. Mëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Ilir nga Tirana. Liro. Si është më apel, duhet me thonë më mirë diktatur apo demokraci më pusës. Jo, është tjetër temë ke marrë plak. E di tema, domethënë influencieri, kush quhet influencier ti ona? Po influencierët më janë këto me rrjetet sociale çanta, tipat. Të drejtë këto, po si krijuam këto me Po si krijuam ne, më valla, u bën vet. Se unë jam pa shkollë, por unë jam me 4 vjet ka shkollë, valla, ka parasysh. Liro me çfarë merr ti vllai? Unë voyagje. Po ti ke super zanato, por. A kupto, piktori thonë në Itali, a kupto. Jo, mashallah. Po kush do flasi për ne, valla? Kush do flasi për ne? Po çka ka për të fol? Për ne voyagjit. Urdhëro fol valla. Dëgjoj, problemi është tu. Të kapet edhe ky siç u kap shoku i vet. Aha, i ka rënë gabim valla. Bie edhe një armaz rozdiet. Në rregull. Jemi në Vlorë. Figurë. Mirë mëngjesi, Pash drejt sot. Jo më mos u qani se te nga ne është qameti. Jo, pa mirë, shikoj, edhe këtu tani sapo u qetësua pak situata. U qetësua? Që mbrëm me shira erën atë forta. E ka dhënë për një histori, por që parashikimi. Edhe me rufera, ha? Po, rufe, po, ka qenë gjatë gjithë natës, po që sot presim në histori se kështu kanë thënë një të vogël sa për na bën pak televizion. Qartë. Marrje. Çfarë bëhet në gjithë? Ndërsa po ne kthejmë ato hallet tona si gjithmonë mundohem mirë pas herë të japim një zgjidhje, po ja kemi një zonjë e cila kjo ka qenë dhe është vërtet një hall shumë të madh për arsye se zotëri, nuk ka qenë zonjë, zotëria për arsye se para disa ditësh i ka shkuar në shtëpi, por nuk e ka gjetur bashortën e tij. Ka lajmëruar vëllezëri, kanë qenë në kërkim të dy, domethënë se zonja s'parabonoi kaq shumë, domethënë dhe kur dilte nga puna direkt në shtëpi, ka bërë denoncim në polici etj, por zonja nuk u bë gjallë. Por të nesërmen, një ditë më pas, domethënë, zonja ka bërë një telefonat vëllezërve të saj duke i thënë që mos më kërkoni kot, kështu që atë që unë kam dashur dikur ju nuk ma dhatë, kështu që unë e gjeta sot dhe do vazhdoj jetën me të. Kështu që mos më kërkoni kot, ka mikur nga Vlora, s'jam aty, domethënë. Kështu që zotëria është ndjer pak, domethënë
I dëshpëruar, jo pak, por është i dëshpëruar për faktin se nuk e priste të gjë, domethënë, ka përhequr edhe denoncimin policik, kështu që e kuptoj. Tani vazhdon një jetën vetëm si. Por përveç kësaj kemi pasur edhe një lajm tjetër, ky pak i gëzueshëm le ta themi, për arsye se disa gra, domethënë të një pallati janë bashkuar bashkë dhe i kanë gjetur një vajzë, një djalë. Djali le ta themi është rreth 40-ave. Për arsye se djali her pas here hyrinte vetëm, po her pas here me një ndim të vogël në një kurosje këmishe apo në një heqje ngjolle që kishte në këmishë, në bluzë. Edhe shkonte te ndonjëra nga këto, duke i kërkuar ndihmë që ta ndihmonin. Mirë, po këto e pan shumë her pas here ndihmë, mi ka thënë që ti jemi një vajzë, shpëtojmë edhe ne, po edhe ky shpëton. Dhe kanë përfundimisht i kanë gjetur një vajzë, ku dhe më pas e kanë fejuar të dytë. Imagjino, ngrihet lagja edhe i gjen nuse djali, domethënë, zotrisë, do ta themi. Por kemi pasur dhe një problematik tjetër ku dy çuna kanë debatuar me njëri tjetrin dhe kjo ka ndodhur vetëm për faktin se njëri prej tyre i ka dalë garant shokut, se janë shokë të ngushtë, i ka dalë garant shokut tjetër që do të marrë një kredi që të blinte një makinë dhe më pas do ta shlyente. Deri diku kredia është lyer, por viti i fundit djali domethënë ka qenë pak vogël, ta themi, ka lënë dhe e ka lënë pa e shlyer të lloj detyrimi. Dhe aty ka nisur debate se normale banka ka marrë këtë telefon, ky do merrte shokun, nuk kishte më lek, kështu që kanë arritur debate derisa dhe e kanë prishur atë shoqërinë e tyre dhe nuk ka si më. Kështu që djali që ka marrë kredin e ka thënë që do ta shtyej unë pastaj. E qartë. Paga shumë këto domethënë. S'kemi në gjë. Jo, paga shumë po jo. Këto gjëra të vogla kemi pasur. Hallet e moshës kur i thon. Hallet e moshës, po, hallet. Mirë, figurë, mbajeni fort Lorën, mirë? Po. Por me ujë si jeni, s'pyeta. Po, të themi mirë, për momentin se akoma nuk është stabilizuar jeti mirë, le ta themi, se ka dhe ato problematikat e tyre, për që mirë, mos të qajemi, mirë. E qartë. Mirë, Flori, suksese në jetë. Vjojmë ne, vjojmë. Opa. Me telefonatër më mëngjesi. Alo, mëngjesi. Përshëndetje, kush jeni juve? Arbëri nga Tropoja. Arbër, si ke qenë me? Mirë, qa pune, amblove. Meshnet? Si kalove? Mirë më hajt, bur. Bor në Tropoj? Në Valbon. Në Valbon? Po. E, po minë, haj me shëndet, aman. Hajt më se i kjil. Më thuj, lej. Po, për punë të. Kur të Arbër? Unë do është në fakt me ndryshu pak të me për aktualitetin. Për aktualitetin dhe më thonë që pëndullë në Shqipëri, Aldo, a këpëto? Po, i përkasin programeve tjera, plak. Janë programe tjera që merë me këtë punë. Po, për ato në doja të si ajo... Më të gjohë që thash, është shpyti retorike që e kipon të më thonë, ajo zesë për shtendit. Po, mirë. është betë kuptushme. E betë kuptushme, që? Po. është vetë kuptueshme që ai inxhinieri është gjithmonë fitimtar. Në rregull. Mirë vëlla, falenderoj shumë për telefonatën. Telefonata e mëngjesi. Mirëmëngjes, telefonata. Mirëmëngjes Aldo. Kush jeni nga Fisti? Zana nga Durrësi. Zana si jeti? Mirë, si jeti? Mirë, më bukur, ha me Zana. Një ditë të bukur. Ah. Sot po je. Të Durrësit e kam të qiu. Ka kështu rrofera e fortuna, kështu erë e fortuna? Shumë, po ujë, ka dalë ujë, unë jetoj në periferi të Durrësit. Ba. Po ka ardhur ujë që nuk kalohet rrugës. Ba, sa keq. Sa për temën, do thoja bëja dy krahasime për inxhinierat e ditë që sot me inxhinierat. Po jo, nuk është kjo tema që kemi ne, me thonë drejtën, ë? Jo, po lexoja shumë pas. Jo, po nuk është kjo fare tema. Domethënë, siç kanë ardhur kohët, një influencer mund të fitojë më shumë para se sa një inxhinier. Kjo është degradimi i vlerave apo është evoluimi i tregut? Jo, është evoluimi i tregut. A të thua që është evoluimi i tregut, po? Po. Është kështu edhe koha. Kjo është normale, apo jo? Tamam. Tërë një ditë të mbarë. Gjithashtu e dashur, falenderoj dhe unë shumë për telefonatën, të rojë dhe unë gjithë të mirat. Okej, mirë shumë. Vjoni miq për të prenotuar në 069 20 41 003. Pikërisht në Klan dhe njëkohësisht në atë Klan në frekuencën 92.9, natyrisht në FMA. Me telefonatën mirëmëngjesi.
Mirëmëngjes, Aldo. Kush jeni nga Fisti? Po jam Safia nga Tirana. Ami Safia. Hajde Aldo, se na shkrive na knaqe për zotin e mas. Po mi mas pun kemi, se mas kemi një pun tjetër. Jo, di unë se ashtu është parulla. Parulla, po. Ashtu është më shkadrut. Mi zërma, por dra. Unë them se një inxhinier i ka ikur kohës vitoj me shumë lek. Nuk po pyse një për inxhinierë me, po marrë specialista, edhe po fitojnë me shumë ato të tregut. Pra ti thua që është kretë normale, kjo është tregu i tjellë. Po, normale, ja, për shembull kam një shembull. Për shembull ke shembull, po. Një pijim nga Lushnja vjen e mushat e fugonën plot me furra perime, edhe ja çon dajës vetë aty, po thuaj se pa lek. I mori daja rrogën aty për 3 muaj. Ma inxhinieri atë diplomën se po i bie mirë. E qartë. Iku. Mirë. Hajde, një ditë marrim. Falenderoj. Gjithë të mirat. Shkojmë vrap në Durrës. Zogu Ami. Mirëmëngjes, Aldo, mirëmëngjes nga qyteti i Durrësit. Çfarë bëhet andemi? Ja si edhe në pak po bie tani. Ne shumë shpejt blokojnë gjitha rrugët. Jo, shpak keq. Ku e ke mikrofonin? Se kam, po nga çadra, në zima çadrë si, unë nuk gjitha. E gjitha ta Aldo, si qie do më thëmë, do bëjt një kaos. Afroj pak mikrofonin, ti, apo ke kështu me Bluetooth, me gjëra, a? Po. Hajtë, po, jebi që shpejt, po. Ne po thoja Aldo, për një informacion në pas, si pa të bëj mbrëmje në gjithme në pak, disa të rinj, kanë që në hyrje në një pallate dhe në fakt si simptomet të tyre, sepse ka qenë dikur që ka dëgjuar zhurma dhe ka dalë, i ka përgjuar ata të rinj, që do të marrin hyrje në barë, do të hapin edhe të bëjnë ndjegjet e tyre. Dëgjoj. O zemra, se ke atë me kabull, mikrofonin me kabull, jo? Se kam, do ta kemi makinë. Shive njerë, mos e gjenë zemra, aman të keqe, se nuk dëgjohet se ka shumë zhurmë. Okej, presim pak. 069-2021-003. Sa vajti ora është 8 fix. Në rregull atëre, i bjetë kemi shumë pak momente të shumë i publicitet, por të rikthyer përsëri në studio, nuk vonohemi. Ja dhe kemi da shumë që përsëri në studio për të vijuar me një temë tjetër, temë që ka të bëjë domethënë me aktualitetin. Duke qenë se lajmet ndodhin ditë për ditë, madje para ditë një lajm, pas ditë lajm tjetër, zë lajmin dhe lajmi që ka qenë para ca kohësh duket si shumë i vjetër etj. Ne do të themi pak tek politikat amerikane për Shqipërinë. Tani gjithë dihet që janë të zënë me ngjarjen e Venezuelës. Por të mos harrojmë që atë urdhrin që dha Trumpi që të pezullohet për momentin lotaria amerikane dhe pikërisht për këtë ne kemi ftuar në studio Lelia Fazli, e cila është konsulente vizash. Lelia, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Aldo. Good morning, siç i thonë juve. Good morning. Po merren tani me Maduron gjithë dhe askush nuk shef te pragu i shtëpisë vet, fare, se ka mendë njëri. Merren gjithë me atë. Ndërkohë, çfarë po ndodh konkretisht me këtë pezullimin e përkohshëm, se kështu tha, po, të lotarisë amerikane dhe pse është krijuar kaq shumë paqartësi? Paqartësi. Ne përpiqemi të qartësojmë shqiptarët sepse në fakt janë shumë të shqetësuar, duke qenë që ka shumë kërkesa për. Është si puna aty, si smra herë telebingo. Ke marrë telebingo jo s'ka marrë? Jo, Aldo ka shumë kërkesa. Lotaria është një nga përveç korçarëve, po. Edhe korçarë, mirë, dakord. Klishe. Çka ka ndodhur tamam. Atëherë, ne në fakt kishim një shtyrje të aplikimeve, sepse Jo, në fillim fare kishte një shtyrje të aplikimeve, sepse duke qenë që lotaria ka qenë pa pagesë, si vjet mendohej që do aplikohej një pagesë për $1 për çdo aplikim, edhe mendohej që do shtyhej për sa kohë do kishte
do instalohej ky programi që do bëheshin pagesat. Ndërkohë që ne prisnim që në dhjetor ose në janar maksimumi të fillonte dhe me shumë dëshirë dhe kërshëri e prisnin shqiptarët. Në vjesht ka filluar zakonisht. Në tetor. Në tetor, në fillim të tetorit. Kur del presidenti, në fakt doli sekretarja për sigurinë e shtetit dhe shprehu që pezullohen përkohësisht. Unë mendoj që është përkohësisht, siç është thënë, sepse shumë shqiptarë janë goxha të shqetësuar sepse mendojnë që do jetë e përhershme, për duke qenë se këtë e bën tjetër kush, pra në ligj duhet që ta heq jo ta pezulloj, kështu që me ligj është ende e vlefshme që do të thotë është thjesht një pezullim i përkohshëm. Po e bën ai varet si gdhiet. E bën, i futet nesër kur anullohet, pra është. Tani çfarë ndodh me këta që kanë filluar një lloj procedure nga vjet? Apo këta spreken? Ata të cilët kanë fituar lotarinë amerikane dhe që janë pajisur me një datë interviste, vazhdojnë normal. Ata të cilët nuk janë pajisur ende me një datë interviste dhe për ata ka një njoftim që thuhet që ka pezullim. Pra ata mund të marrin një datë interviste sepse ka ndodhur ditët e fundit, por ende nuk dihet fati i tyre për sa kohë të gjithë duan që ta vazhdojnë, se siç thonë që ne tashmë kemi fatin dhe si dihet mund të shkojmë deri në intervistë dhe ta marrim intervistën. Fatin e thuaj po vargja ngjyre, bardha ti, hajde që është në dorë të atyre të cilët duan të vazhdojnë apo mos të vazhdojnë. Nga eksperienca se ne për fat i lidhim çdo gjë me të parin, në lidhje me Trumpin. Nga eksperienca e këtyre zyrtarëve, në raste të tilla, bëhet fjalë për një pezullim teknik apo për një sinjal të fortë të ndryshimit të politikave të emigrantëve në SBA. Çka Trumpi ka deklaruar dhe në fushat, mos harrojmë të, Po, e vërtetë është. Se për fat keq atë që thotë e bën ai, po. Tani, këtë gjë nuk di ta them me siguri, nëse është thjesht pezullimi përkohshëm apo është çështje politike, por kjo mbetet për tu parë në vijim, nuk di ta them me siguri këtë gjë. Nga pikpamja ime është pezullimi përkohshëm. Domethënë, shpreha ka qenë janë pezulluar aplikimet për ndryshim statusi brenda SBA-s. Çfarë do të thënë kjo praktikisht për shqiptarët që ndodhen ato listë atje? Për shqiptarët që janë atje ligjërisht dhe që kanë përfituar green cardin nga ky program, nga DV-ja, nuk preken. Absolutisht jo. Jo. Paktën kështu është thënë. Për shqiptarët të cilët do vazhdojnë, pra që e kanë përfituar edhe nuk janë pajisur me datë interviste, fati tyre nuk dihet momentalisht. Kurse për ata të cilët kanë dashur të aplikojnë, normalisht nuk aplikojnë dot. E kuptoj. Dhe çfarë ndodh domethënë sot në intervistën në konsullat për fshirjen e ambasadën amerikane në Tiranë? Ka ndryshime edhe këtu apo jo? Për vizat imigruese apo jo imigruese, Aldo? Për llotarinë kam hallun. Për llotarinë. Dy po rrafim. Jo, për llotarinë ato kushtet të cilat kanë qenë, ato vazhdojnë të jenë. Nuk ka absolutisht asnjë gjë tjetër. Mendohet që do ketë e gjitha kjo do bëhet për sa i përket sigurisë, duke qenë që u lidh me çështjen e atij portugezit që vrau disa njerëz në universitet, por sebebe tilla do ketë gjithmonë se. Patjetër, edhe ka pasur. Po sigurisht. Por ideja është që do bëhet për arsye të një filtrimi më të madh të masave të sigurisë dhe të pyetjeve të sigurisë në formularin DS-260. Pra, a ka patur përpara precedent të ngjashëm nga administrata e përparshme? Pezullim të lotarisë amerikane në sa ose diçka e tillë e përafërt për të kuptuar çfarë ndodhi, si mund të evoluojë situata apo në sa informacion kam unë dhe në sa vite eksperiencë kam, nuk ka pasur diçka të tillë. Mund të ketë pasur ndonjë ndryshim në formular për sa i përket shtimit të pyetjeve, por jo pezullim të lotarisë. Ekziston mundësia që ky pezullim të zgjas deri le të themi përteja fatit zyrtar të programit të lotarisë amerikane që përfundon kur i bie me 30 shtator të 2026. Më 30 shtator të 2026. Po. Akoma nuk është thënë një afat se sa do zgjas ky pezullim, kështu që edhe mund të ekzistojë mundësia. Por dhe na kanë lënë sinë edhe ne po vrasim mendje në shkomundja për keq. A mund të shihet përfundimisht të hiqet përfundimisht lotaria amerikane nga administrata aktuale apo kërkon një vendim të Kongresit? Jo, kërkon një vendim të Kongresit, ata të cilët e kanë vendosur, e kanë hedhur në ligj, ata janë të cilët e shfuqizojnë këtë ligj. Kështu që duke parë këtë administratën Trump për emigracionin, kë po favorizon dhe kë po penalizon? S'po e kuptoj këtë lloj. Penalizon emigrantët të cilët janë të pa dokumenta, normalisht. E ka thënë ai, ka avur syri që në fillim. Edhe deri diku është e drejtë, nëse e shikojmë me një sy kritik. Dhe nga kontaktet që kemi me njerëzit,
çfarë do të thotë kjo për shqiptarët që tradicionalisht e kanë parë udhëtarinë amerikane si një nga rrugët kryesore për të emigruar në Amerikë? Jo, ajo është rruga kryesore dhe më e ligjshme dhe më e shpejta për të emigruar në Shtetet e Bashkuara. Prandaj dhe ka kaq shumë kërkesa sepse brenda një viti kalendarik, ti pajisesh familjarisht me green card, normalisht. Të tjerët kanë vite, sepse ka plot mënyra për të shkuar ligjërisht në Shtetet e Bashkuara, apo që zgjatin shumë. E di. Kështu që kjo ishte mënyra më e shpejtë e ligjshme për të shkuar, kështu që na preu krahët sa. Po, na preu krahët. Si janë prekur në fakt vizat e punës nga këto zhvillime dhe a ka vonesa apo kritere më të forta në procesin e aplikimit? Po, për vizat e punës janë shtuar kriteret, janë bërë më të forta, janë prekur goxha dhe ka vonesa, si në vizat e punës, ashtu edhe në vizat studentore, edhe në vizat J1. Janë prekur J1 dieta apo a janë prekur vizat e punës nga këto zhvillime dhe a ka vonesa ose le të themi kritere më të forta në procesin e aplikimit? Po, një nga kriteret që mund të përmend është që për vizën H1B, që është viza e punonjësve të kualifikuar, por që është vizë jo emigruese, për këta është vendosur një kusht që punëdhënësi duhet të lërë një garanci për $100,000 për çdo person që merr për çdo vend vakant që shpall, pra për çdo person që merr në punë. Po tani ka dhe një logjikë tjetër që ai që ka $100,000, sepse do ikin nga Shqipëria. Jo punëmarrësi, punëdhënësi. Dhënësi, pronari. Pronari. Pronari themi në Shqipëri. Po, pronari. Si janë prekur vizat e punës dhe këto vizat të studentore, domethënë? Ka përballje me kontrolle më të rrepta apo refuzime më të shpeshta? Për vizën studentore dhe për atë pati një pezullim të përkohshëm, po pastaj u hapën datat e intervistave, vetëm që ajo që është për vizën studentore ka një filtrim edhe për atë. Për shembull, një nga kushtet aktuale të vizës studentore, që nuk ka qenë më përpara, është që të gjithë studentët që aplikojnë për studime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet që të kenë rrjetet sociale publike, pra Instagramin, TikTokun apo ku diçka, duhet të kenë të hapura, që ato të shikohen dhe të shqyrtohen. Publike që të jenë jo private. Jo vetëm Po, duhet të jenë publike. Pastaj ka pak vonesa, sepse sigurisht që ka më shumë... Unë penalizojnë që s'kam TikTok? Jo, absolutisht. Absolutisht, po thjesht... Mund thonë shumë i sa tyre nuk kam, faleminderit. Po nëse s'ka, po nëse ka edhe e fshe, është problem. E gjena ta, po patjetër që po. Misteri i natës, për shumë e din kush e ka. Çfarë s'bën vaki? A ka një sektor specifik ku vizat e punës favorizohen ose jo nga administrata aktuale? Që favorizohen, atëherë... Një sektor specifik. Pak më të thjeshta janë më të thjeshta. Me thënë që kanë një procedurë pak më të shkurtuar janë vizat e punës për punonjësit që janë të pak kualifikuar, H2B-ja, por edhe ato sigurisht që kalojnë nëpër filtra të ndryshëm, kanë kërkesa të ndryshme dhe zgjatin. Pra vlen të theksohet se kohëzgjatja është rritur, është shtuar. Kështu që duhet të përballemi me një kjo quhet një farë norme ose kriteri që është shtuar. E qartë. Ndërkohë, çfarë i thua atyre që të marrin telefon? Domethënë që thonë, na thuaj ç'do bëjmë me këtë lotarinë amerikane? Për lotarinë jam në pritje njësoj si ju them. Kur të kem ndonjë informacion më të saktë zyrtar, atëherë do ta bëj dhe unë publike. Por për sa kohë nuk kemi informacione, për sa kohë na është lënë sin, siç e the ti. Edhe ne presim. A duhet që aplikantët shqiptarë të ndryshojnë strategji dhe të shohin ndoshta alternativa të tjera emigrimin drejt Amerikës? Po, tani ne themi që të mos emigrojmë, ne themi që të vëmë vetëm për turizëm, por tani ata që duan të emigrojnë, ka alternativa të ndryshme, po që nuk janë të thjeshta. Është edhe alternativa e vizës investitorit, po siç e the ti më përpara, dhe kjo është shtuar pak ajo kufiri i investimit, kështu që nëse do të kishin shqiptarët kaq shumë para, ndoshta pse do shkonin të investonin në Amerikë. Jo, duke pas parasysh që janë bërë shumë, domethënë, gjithë populli ushtar ka qenë dikur. Shpreha tani është bërë gjithë populli këngëtar. Aha, po flet. Po, domethënë qarkullon jo nën zë, se është një gjë e fshehtë, po që me demek po ti je artist, me ca vërtetime, ca budalliqe. Nuk është kaq e thjeshtë. Unë merrem me vizat e artistit, domethënë unë ndihmoj artistët për të shkuar në Amerikë, në aplikimet e tyre që t'i kenë sa më korekte. Ideja është që duhet të kalosh në shumë, duhet të kesh jo ca, po duhet të kesh shumë
dokumentacion, një dosje të plot dokumentacionit të cilat janë të deklaruara, të cilat janë në për internet, të cilat janë me tituj të ndryshëm, pra ka dokumentacion të plot dhe të mirë dokumentuar, të mirë argumentuar, të cilat vërtetohen ka një departamenti tërë, kështu që nuk është kaq e thjeshtë për të shkuar edhe si artist. Nuk ja vlen vetëm të këndosh dhe të kesh zë. Jo, çfarë duhet vërtet, domethënë ja. Po tani çfarë duhet? Prandaj kemi zyrë Aldo, kështu. Pra, në një panoram, le të themi pak më të gjerë, si e shikoni të ardhmen e emigracionit shqiptar drejt Amerikës në vitet e ardhshme, klasë tonë? Që është bërë me vështirë, patjetër është bërë, por jo e pamundur, ka rrugë plot për të emigruar. Inshallah në hapen llotaritë amerikane, sepse kjo ishte forma më shpejt e emigracionit. Po, por ka shumë shqiptarë të cilët janë andej me dokumenta që mund të bëjnë bashkime familjare patjetër, që është një formë shumë e mirë. Bashkimet familjare po vazhdojnë dhe do të vazhdojnë. Zgjasin pak po hajto. Zgjasin pak në varësi të kush bashkohet me kë, por është formë, edhe ajo është forma nga format më të mira që mund të shkohet. Pastaj prap janë vizat e artistit, janë vizat, pastaj ka edhe një adjustment of status që edhe ata studentë të cilët janë andej dhe kanë ca kushte, plotësojnë ca kushte, mund të ndryshojnë statusin dhe të kthehet nga një vizë jo emigruese në një vizë emigruese, por edhe këto kanë ato kushtet e veta. Të gjitha kushtet janë shtuar, filtrat janë bërë më të forta, normalisht duhet plotësohen kushtet. Ndërkohë, lajmi, domethënë nuk e di, qarkullon në internet është një lajm sikur që vjen nga administrata Trump, kështu u thatë faktën, është lista e ndihmës sociale për emigrantët. Pas ka publikuar Trump, kështu u tha në internet, po nuk është e sigurt kjo, statistika me emigrantët që përfitojnë ndihmë sociale në Amerikë, e cila është përndarë gjithandej, domethënë. 41.3% të shqiptarëve marrin ndihmë. Po, kjo dihet tashmë. Po, e kam lexuar, e lexova sepse u interesova për të parë, shumë shqiptarë ishin të interesuar dhe thoshin çfarë na përket, domethënë ku na prek ne. E kanë nxjerrë departamenti vërtet apo unë nuk pash asnjë lajm publik të thënë, pra verbalisht unë nuk pash asnjë gjë, pash vetëm diçka të shkruar në për rrjetet sociale, të cilat ose në për gazeta, në për artikuj. Rrjetet sociale nxorën dhe ariun në Tropoj, po. Dhe nuk gjeta asnjë zyrtar të Shteteve të Bashkuara, i cili mund ta ketë thënë këtë gjë. Megjithatë, kjo është një gjë e ditur, shqiptar është census, është statistikë që 21.3 shqiptar marrin ndihmë sociale, marrin ndihmë fëmijët, marrin nga kopshtet, nga shkollat, marrin... është normale. Është gabim kjo, apo është që do me thënë penalizohet nësë është e vërtet kjo? Nuk ligjërisht, përsa i përket ligjit e emigracionit, nuk preket. E thonë barë në Amerikë? Po barë, po nuk janë vetëm shqiptarët, Po në hallin tonë kemi neve, po në madhe për... Jo, dua të them që tani ato janë ligje të cilat vetë shteti amerikan i ka vënë, nuk është ata e marrin ilegalisht. Domethënë mos ndoshta është kjo që e ka shtyr Trumpit të thotë që pezullohet. ADG. Përderisa nuk është zyrtare kjo? Jo, zyrtare si statistikë është zyrtare, si statistikë. Po. Por përseshtën dhe si lidhet me pjesën e ndalesave të emigracionit ose të këtyre ndikimit në emigracion, këtë s'di ta them. Tani, çka këshilla do t'i jepni shqiptarëve që ndihen pasigurt mbas këtij lajmi? Shkoni me bukë me vete. Unë shqiptarëve ju them që t'jenë sa më të saktë dhe t'jenë sa më korrekt dhe të mos e shfrytëzojnë ato vizat të cilat nuk janë për emigrim, sepse po penalizojnë pjesën tjetër të shqiptarëve, edhe nga këto duket, nga këto marrin atë, nga si thonë, i frynkosit, se që është një shprehje, i qulluri. Po, diçka e tillë. Një diçka e tillë. Kështu që... Mirë, dhe po pati një haber të ri, tak një zile. Po, pa tjetër. Këtu jemi. Ne nuk ikim. Ideja është sa të lexojnë në rrjetet sociale të deformuar, të lidhur me një ngjarje që s'ka lidhje, që zakonisht shuj lidhin. Po, e vërtetë është. Më mirë, i themi tamam saktë se gjuna. Ne përgjithsisht mundohemi të informojmë shqiptarët që janë të dezinformuar ose të pa informuar fare, po përpiqemi. Ose gjysmë të informuar. Kjo është më e keqja. I dashur, me krah lehta dhe punë të mbarë. Faleminderit. Falenderoj shumë. Faleminderit juve. Vjoj miq. Ora eksakte është 26 shpirtje, po. Me telefonatën e mëngjesit.
Mirëmëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Vjelca nga Italia. Buongiorno, Vjelca, si jeti media? Mirë, faleminderit, mirë. Vjelca. E çik ftohtë, po mirë. Po ndoshta është dimër. Sa për temën Aldo, me të drejtën është tamam degradim vlerash. Ti mendon që degradim vlerash? Dhe të shti bëjnë gjithë këto vite, unë kam vajzën që është studiu për inxhinjeri. I del shpirti aty të lexu, të mësu e njën e tjetërën, të hidhet të mplera për qarë për të ndetë minuta aty në telefon. Jo, nuk është ashtu. Jo, për punën e lekot, dhe me thanë është ajo diferenca se e lexova mirë. Po, kujtjon, më duket degradim me të ndrejta. Është e dhimbshme të merë dikush të utallë më shumë lekë se një që i kanë dhirë studime. Shikoni, çdo gjë do mundin e vet. Mirë, ajo dihet, po kur bëj diferencat, domethënë e një inxhinieri me një qërie, me një tablet në dorë, po Aldo ka paragone njëna me tjetrën, prandaj thamon është degradimi i vlerave për këtë mënyrë. Okej, varet si mendon, vërtet. Po, të shti, unë shoh atë diferencën që e kam në shtëpi me atë që shohim në rrugë, prandaj thamon është degradim. Ndoshta. I vlerave. Për mua, gjithmonë për mua, pastaj fitopshin sa të duan nuk është problem. E qartë. Mirë, falenderoj shumë për telefonatën. Duroj gjithë të minat, shëndet e mbarësi. Okej, vijojmë. Kemi ende koda shumë miq, edhe gjysmën e programit 069 40 41 003. Shumë pak momente dashur miq, publicitet për të rikthyer përsëri në studio, nuk vonohemi. Okej, mirë, vijojmë me telefonatën. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zoti Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Keti nga Tirana. Kledi? Keti. Kledi, si jeti? Mirë, faleminderit. Urdhoj tash. Të uroj një vit të mbar. Gjithashtu. Më kënaq me emisionin, e dëgjoj me vëmendje çdo mëngjes. Se jam edhe pensionist. Dëgjoj. Tema kuptohet që si çdo gjë që prek ti është shumë aktuale e mirë, e bukur. Por nuk tema mes njerëzve burse, nuk është se sajojmë. Nuk më pëlqen kjo që thuaj pse nuk e thuaj në shqip këtë fjalë? Influencier. Që është ndikues. Në rregull, më ja themi dhe shqip. Po më themi, s'na përshtyp. Se deri tani na kanë mbytur këto fjalët turke, që akoma ne vazhdojmë të përdorim. Po tani kur i përdor në masë në popull, hajde. Edhe lejohet. Nuk është se ndodh me ne kjo më, kjo ndodh gjithë botën. Mi më mirë, nuk diskutohet, se fjalë të huazuara ka kujdo. Kur thonë dhe Amerikanët qao të një, qa të thebut? Nuk e di, s'kam qenë Amerikë me thënë të drejtë. Po, nejse. Dëgjoj, nuk diskutohet ajo. Nuk diskutohet që si mos tregut gjithë shka. Se mund t'jetë edhe një profesion që është ai tjetri nuk ka absolutisht asnjë shkollë, se nuk e di se çfarë formimi intelektual, arsimor kanë këto që merren me këtë punë. Do shta mund të kenë mbaruar ndonjë gjë për shkollë kështu. Jo shkenca eksakte. Po kuptohet, ashtu si një inxhinier, se inxhinier është term edhe titull në fakt që jepet për shumë gjëra. Mund të jepet kemi një inxhinier të zëm gjeolog që tani profesioni i tij zbeur. Po ama një inxhinier ndërtimi, kuptohet që ai është profesion shumë i kërkuar, siç mund të jetë një inxhinier elektronika apo IT. Po edhe inxhinier naftesh për atë punë është goxha i kërkuar. Relativisht. Jo këtu kene. Megjithatë, prapë kuptohet që gjithçka njeriu do ta kërkojë tregun aty ku e ka më të mirë, më të leverdishëm. Me pak fjalë ti po thua, më tepër është tregu që dikton këtë lloj gjë se sa ç'është vlera. E kuptoj. Sigurisht zoti Aldo. Qartë. Shumë i qartë. Atëherë, ju përshëndes. Uroj gjithë të mira, shëndet e mbarë. Çdo mëngjes tema sa më të mira, sa më të bukura që edhe të shërbejnë. Të hapin horizontin. Atë punë kemi se mos kemi ne punë tjetër. Të falenderoj. Mirë Flori, faleminderit shumë. Telefonata e mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Ervini nga Tirana. Mirë. Mirë. Omen.
Për inxhinierin ishte tema pak ka shumë e kapa. Jo, ideja është, domethënë, një influencer paguhet më shumë se një inxhinier siç kanë ardhur kohë. Tani kjo është degradim vlerash apo është kërkesë të rregulla? Në një farë mënyrë është edhe kërkesë të rregull, por inxhinieri gjithmonë do ketë vendin e tij, them unë, pra. Jo, dakor, se ne e njohim. Por secili ka vendin e vet për atë punë. Jo, nuk më kuptove. Domethënë, ka vendin e tij inxhinieri apo inxhinieria, çfarë mund të thuash? Okej. Por pavarësisht se ne e njohim, ne nuk e njohim dhe pastaj mund të flasim diçka që jo po nuk vlen, jo po gjëra të kësaj natyre, sepse ne nuk e njohim fushën e tij për shembull. Ai thellë. E kuptoj. Edhe kjo është ideja, prandaj po them. Është çështje nevojore. Varet sa nevojë ka tregu për të punë. Mirë, pastaj është normale që futen shumë ashtu pastaj, por kjo është domethënia që mendoj unë pastaj. E qartë. Mirë, Flori, të falenderoj shumë i dashur për telefonatën. Gjithë të mira, shëndet. Jam në fund të kemi edhe sot në 6 janar me Armanin ton të Myzeqes. Armani pamposhtur, hama? Mirëmëngjes Aldo nga Myzeqea. Po, qa kohë e poshtë që ka ty më burë? Po, pak më përfora po binte shi dhe pak minuta ka që po shoj. Po mirë. Po binte goqa shi i rëmbyeshëm. Dhe prandaj edhe banorët nuk duken vërtet tani, por kush ka shkuar në ndonjë lokal apo nuk ka dalë fare nga shtëpia, sepse shiu ka qenë goxha i rëmbyer. Sot është dita e Epifanis. E dini ju të apo? Po, sigurisht që e dim, sepse shumë prej banorëve janë në Itali dhe normalisht e festojnë la Befana. Befana, ose po. Befani si quhet. Po pra. Qa është kjo ditë? Pse është ditë e shënuar kjo? Kjo është ditë e shënuar. Dita ujtë bekuar. Kjo në fakt është një ditë që festohet në Itali dhe simbolizohet dhe si dita që mbyll në gjithë botën, valla. Jam dakord, por flas për la Befanën që në Itali e quajnë dhe si mbyllja e festave, me qëllim që hapen festat pra me festën e Pashkës. Dhe kjo pra pse dita pse quhet bekuar, pse quhet ujë bekuar më burrë ditë? Pse quhet ujë bekuar? Quhet ujë bekuar, domethënë për sa i përket besimtarëve të krishterë që është larja, domethënë është uji i larja e Krishtit. Është pagëzimi i Jezu Krishtit. Po pra. Ku? Pagëzimi i tij. Në lumin? Jo? Në Jeruzalem, por si lum. Më fal. Dhe marsi viti tjetër të shkuar. Sa e mirë që është kjo. Rroshtaj. Puç. Jo nga veshu, të jep kufin. Dhe pra ta jep kufin ai. Përshëndetje Aldo. Përshëndetje shpirt. Ja pra. Sa e bukur. Po thoja pra që në lumin e Jeruzalemit. Lumin e Jordan, mo shoku Jeruzalemit. Jordan. Në lumin e Jordan. Po, në fakt. Okej. Dhe po thoja pra që pikërisht, domethënë aty u bë paksimi i tij edhe quhet si dita pra. Po, e thamë. Se uji i bekuar. E qartë. Çfarë kujtoni të festoni sot? Është mbushur dita sot. Po, është mbushur, në fakt sot kujtojmë lindjen e aktorit të madh Sandor Prosi, i cili ka luajtur në shumë filma. Bravo. Dhe kujtojmë dhe një nga filmtarët e dashur për shqiptarët dhe jo vetëm, Adriana Celentano. Sandor Prosi. Ndëroj pak të Sandor Prosi një moment. Një prej ikonave të kinematografisë shqiptare. Po. Si e njihni ju në Myzeqe Sandor Prosin? Brezi juaj që se ka arrit sigurisht, po. Por e njohim për shembull në disa role. Ore, pse fillon fjali me por? Por e njohim. Jo, nuk e njohim në disa role. Ti the por, po. E njohim në disa role, po ishte dhe motori dhe prandaj ishte shumë motori, nuk ka sport. Për sta sport thotë, dëgjon? Aha. Po e njohim në disa role. Një nga rolet është roli i Ismail Qemalit, që gjithë e kemi parë. Normal.
kemi po ashtu tek njeriu me top, që luan po pra, të Mato Gruda. Më fal, të Mato Gruda. Po, njeriu me top bine ke. Po rolin e kujt luan ta? Luan Qelo Mezanin. Jo Qelo. Çfarë Qelo thumë më burr? Jo në Qel. Jo më ishte Qelo Kpucari, jo Mezani. Po jo më zotri që s'ka qenë fare, a fut kot. Totalisht. Jo më se afo shkot më po. Por te njeriu me top ka lut Pilon, Pilon Mulligjion, ti thu. Më fal, Pilon Mulligjion. Okej, në rregull, iku. Po jo nuk ka qenë fare. Jo nuk ka qenë fare. Si ndron tani se. Po sta njëri s'ka qenë, s'ka lut Qelon, ja fut kot. Pilon Mulligjion ka lut. Pra, është një aktor goxha i njohur, pra, për jo vetëm për Misaqem, por gjithë botën kanë përshtypur. Kaq ka qenë? Vetëm kaq? Dy role ka lut? Jo, ka luajtur në shumë filma të tjerë. Ti themi, ti kujtojmë më burskazje të keqe. Sigurisht. Po krye filmi ti. Tjetër film. Krye filmi. Ka luajtur tek bravo. Tek I teti në bronz, na mos gaboj. Më mirë. Doktor Kristoborovën, dakord. Tjetër muhabet, po them. Po pra. Krye filmi. Krye filmi, ta thash pra, filmi Ismail Qemalit ka luajtur dhe rolin e Ismailit. Tjetër, krye filmi me Bujar Lakon dhe me Ndrek Lucën. Më kujtohu, më tre ka qenë tre personazhe gjithsej. Tre personazhe krye filmi. I ta mbys me këto duar. Jo s'po kujtoj titullin më po. Më tani. Krye filmi. Deshe me vraj, Bujar Lakon. Profesori. Që profesor, më zotri? Jo, dalë ti që vrau. Pra, kur erdi nga jashtë, do më thënë që erdi nga jashtë. Po që erdi nga jashtë, dakord? Po kujtoj roli, se s'po kujtoj titulli, do më thënë, kur erdi nga jashtë që... E mbanë më në këngën e trimave. Kujtim Laro. Po pra, po s'po kujtoj titulli I filmit. Më tërgo filmin atë. Ky zori Kujtim Larës. Po pra, që erdhi nga jashtë, ishte komandant italian, luajti rolin e komandantit italian, më ka po. Çfarë thumë burr? Nuk është film kinematografik, është film televiziv. Apo jo, kinematografik është kontrolla. Kinematografik është më burr. Është film televiziv, me qëra fjalla, nuk është kinematografik. Po, është roli që po vinte nga jashtë që po kthej dhe doni që ta vrisnin. Kujtim Lara o muzikën, ha? Jo, titulli I filmit s'po kujtohet. Dhe shkronjave. Që do I ndru e doti, po, ha? Në rregull. Dhe shkronjave. Vjojmë, tjetër? Tham pastaj kemi dhe lindjen e Adriana Celentano, një prej... E tha shumë të parte. Jo, me thash në fillim, por pse të... Unë thash në 7. Po, jam dakord, unë po them me thash tani, sepse ti më the çka kujtoni dhe fitoni dhe unë. Po, vazhdo tjetër, në rregull, Iko dhe Celentano. Po para Sander Prosit, kush ka lind? Para Sander Prosit? Kryeministri? Ka lindur Fanoli. Po. Çfarë Fanoli? Ka lëve kaq kollaj. Si ka ndikuar Fanoli në jetën tënde? Se ka ndikuar me thënë të drejtën nuk është se kam njohur atë kohë, se goxha kohë e hershme, por le të themi që kur dëgjonin për politikën që është bërë në atë kohë, Fanoli është përpjekur që ta stabilizoj vendin dhe bëj që në dur për vendin tonë. Çka ka shkruar Fanoli? Çka ka shkruar? Më trego diçka. Që ke bërë në shkollë? Ka shkruar një prej poezive. Bravo. Të eminjohura. Eminjohura, sigurisht. Ha. Dëgjoni si që thonë një s'ka shkruar poezi. Ja, dëgjoni.
Dhe po thoja që... Po jep dhe thuj, vetëm 10 vaqet e para, s'ka nevojë gjithë. Atë pra, atë po them. Duke se ka shkuar... Bravo. Se vetë flamun. Mo? Një sekundë se duhet ta kujtoj fiks. Kujtoj fiks, këtu jemi, deri në 6 këtu jemi. Rreth flamun, jo. Jo, s'është ajo. Mos e nga troma treni, kujdes. Po, pikërisht pra, po... Një sekundë, Fanoli. Fanoli më burë? Një sekundë, s'po kujtoj fiks. Policisë nga që janë, do më thënë janë patriotike, dhe normalisht që mund të ngatrojnë, dhe mund të ngatrojnë me ndonjë tjetër, dhe nuk dua që ta ngatrojnë, duhet ta kujtoj fiks. Të kujtojt filmin Lulkuqe Mimore? Lulkuqe Mimore, po, më kujtojt. Lidhe pak. Anës Tokës, jo, Anës Dijes, si Pangran, më falë. Ja. Po pra, Anës... Dëgjoj, nga Timo. Nga Timua. Po ka, është interpretimi Timo Flokës, në mos gaboj. Po në mos mund të thash ty? Po ty. Në mos gaboj, thot. Sa e bukur që është kjo. Kjo është për vepër. U qartësua Arman? Po pra. Dhe në fund fare, be sigurit të festoni një personazh shumë të njohur që të ngjan, jashtë mase. Personazh që më ngjan? Nuk e di kush më ngjan. Personazh që më ngjan. Anglezi më famshëm. Personazh që më ngjan, nuk e di kush më ngjan, me thënë drejtën, nuk kam parë një personazh që më ngjan. Sa herë pas here personazhet i shikon si Rowan Atkinson. Nuk e njoh si personazh. E njeh shumë mirë. Mos ngatro tani. Bravo. Ti që mund të njoh? E njeh, ja. Je kopje. Duhet ka edhe ai ka ditën e sot, kjo është ideja. Jo, jam dakord, po nuk kam kujtuar si personazh, se ndonjëherë po e njeh por Rowan Atkinson, i njohur me emrin e artit. Mo. Me emrin e artit. Mr. Proust, jo. U afrove, se pak? Na bëre për paracetamol, Mister. Bravo. Mr. Bean Marbur. Mr. Bean. Po jo, më se më gjam Mr. Bean e burë. Edhe në rol, sigurisht që jo. Po që aty jeni si ngjyra. Mirë, shtriu pak. I bie që ne të mbyllim programin për ditën e sotme, duke i uruar gjithëve shëndet, mbarësi dhe me kismet Zotit dëgjohemi e shikohemi sërish nesër në 7 pa 1 minutë. Tong.